Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Halo, urdhëro. Po, unë jam. Çfarë? Po, kush jeni ju? Halo, kush jeni ju? Halo? Ç'ke kështu? Më morën telefon. Kush mori? Nuk më tha emrin. Po ç'të donte? Më duk sikur më dhënë një paralemrim. Çfarë? Më paralemruan që të mos e shkruaj artikullin. Mos po e dramatizon më shumë se ç'duhet? Ndoshta. Neri po del? Po. Më duhen një dy karige se kam një bisedë me disa shokë metallurgjisë. Neri. Neri tan. Mbarove reportazhin. Për te kjo ishte nisur. Nuk e tërzetet sot. Pse? Rezultatet që ka raportuar ferma për grurin nuk janë reale. Si ka mundësi? Ata janë lavdëruar nga qeveria. E di. Prandaj sikur s'ma merr mendje të jetë e vërtet. Edhe unë kështu mendova në fillim. A mund të marr një makinë? Pse? Dua të shkoj prapë në fermë. Mirë, shoh. Alo? Alo? Alo, Sokol? E pe televizorin bramo. Tani të gjo. Dua një honë, o gjerë pastite, për rrethin tuaj. Mira? Bëna, se mos marrosh porosinë, mo, ha? Mirë pafshim. Deritan. Ku po shkon? Në fermë. Marr mbeve për një minutë reportazhin nga dora. Nëse nuk e ke nisur më lehtë ta shkruaj unë. Pse pas e kaq dëshirë? Po ti e di që i kam qef reportazhin. Ja, duhet ta shkruaj vetë. E dolën? Po. Mirë. Ja festivali. To janë tjera. Po. Faleminderit. Mi lër mi tavolinë. Ke ndonjë interes nga drejtori i fermës? Jo, bile nuk e njeh fare. Pardia takova për herë të parë. Është njeri i fortë. Në ç'kuptim? Pse ka ndonjë kuptim tjetër fjala i fortë? Agron, bisedova me Xhoxhin, do të jesh me mua sot.
Erdha. Neri. Nëse të kthehet mendja mua këtu më ke. Mirupafshim. Mirupafshim. Urime i dashur. Urime. Përse? Si përse? Sot kishe një lavdërim në adresën tënde. Për mua? Sa të pëlqen të luash rolin e të befasuarit. Betohem që nuk digje. Megjithatë hajde të jap një kafe. Jo. Unë kafen e pi vetëm me zëvendës ministra e lartë. Dëgjoj mama. Astritit kafen do t'ja bësh me shumë sheqer, pasi ky vetëm mjaltë të nxjerr nga toka. Jo si ti, që ke gëlltitur i riqin pak. Unë nuk e kuptoj si pranove që një pjesë të tokës që kishe për Blektorin e mbolle me grur. Ishte viti im i parë në këtë fermë, dhe drejtori më ndihmoi të transferohesha këtu nga Tropoja. Mirë vitin e parë. Të paktën si vjet të mos kishe pranuar më. Nuk mundesh. Pastaj erdhi mirë kur më lavdëruan. Edhe në televizor doni të më nxirrin. Unë u shmang. Me drejtorin ke biseduar ndonjëherë? Bisedova. Çfarë the? Më kujtoj Tropoja. Ti ke tërhequr fare nga magazina më tepër se sa ke sipërfaqen për të mbjellë me grur, apo jo? Po, kam mbjell 2 herë. Mbjellja e parë u prish sepse disa parcela u përmbytën nga shiu i madh qara. Po shi vetëm sektorin tëndra? Po të tjerë pse nuk mollën 2 herë? Edhe ne nuk donim të mbjellnim 2 herë, por u detyruam. Nga kush? Nga kush? Nga shiu, pra ju thash. Dgjoj, ti mbolle 2 herë se era shi apo se të urdhëruan? Më urdhëruan. Po unë nuk kam qenë dakord. Unë e kam thënë vazhdimisht, edhe drejtorit ja kam thënë. Nuk kam qenë dakord me të, pa i seç më ngatronte me ministrinë se dhe vetë aty e ka syrin të shkojë. Ma qerso dhe njëherë. Si vepruat atë ditë? Ku e morët grurin dhe ku e quat? Ne morëm ato kombajnën. Po? E mbushëm gjysmë për gjysmë me grup në një parcel tjetër. Pastaj e futëm në parcelën eksperimentale. Do me thënë, rendimenti u rrit duke bashkuar grurin e 2 parcelave, apo jo? Po. A mund të na merrni deri në Tiranë? Hidhni. Mësuesi jeni? Jo, jemi studente, bëjmë praktikën. Kurse ju jeni gazetar. Nga me jeni? Keni mbaruar për gjyletërsi. Kur unë isha në vitin e parë, ju ishit në vitin e fundit. Si s'u kam parë ndonjë në fakultet. Deri sot agro mendoja se nuk më njihte ndonjë studente. Aq më shumë të mendoja se mund t'i kem tërhequr vëmendjen ndonjë studente simpatike. Kush tani ne tasëm keni tërhequr vëmendjen? Do ditë keni dhe emrin. Po juve si ju quhen? Lira. Urdhëroni këto portokallë në shej mirënjohje për vëmendjen që më ke kushtuar. Edhe për atë që më bëret mendoj se nuk qenë kam aq i keq sa më zhdukur vetja. Atëherë në apertur kemi materialet e pleniumit. Po. O Vasil, urdhëro. Sill bocat e fotografive. 1 minutë erdha. Shikoni faqen e dytë. Ja, këtu kemi një vend bosh. Kemi një lajm ekonomik Nga cili rreth? nga Korça. Jo, e kemi një shkrim. Sa rreshta është ai reportazhi yt? 90, po unë e kam shkurtuar. E po mirë, po vëm atë. Neri, urdhëroni. Po. Ja, kjo Merita. fotografi më pëlqen. 20 femre të kërkojnë telefon. Kush ishte? Nuk më tha emrin, po më duk sikur po t'ishe ti në vendin do të qante. Përse më donte? Tha se do të marr përsëri. Dimitri jam. Çfarë kishe? Kur je kthyer këto 2 net në shtëpi? Vonë jam kthyer. Të kam pritur. Në punë ke qenë apo? Në punë. Po të kisha pranë do ta kuptoja në më gënjen apo jo? Ke patur në një hall që më ke pritur? Mos ke nisur të shkruash ndonjë artikull ku do të kritikosh? Dëgjoj. Nuk do të bësh gjë pa biseduar një herë me mua. Dëgjon. Pse gjithë ky shqetësim? Ta shpjegoj më vonë. Do të vish sonte në premier? Po. Atje takohemi. Mirupafshim. Ajo femra ishte? Jo, ishte Kunati. Më foli sikur të ishte krye redaktorit. Ndoshta do duk ashtu nga që të dy emrat fillojnë me K. Jo me vlan. Ai ka kohë që nuk e beson që unë jam rritur dhe i pëlqen që të luajë rolin e babait. Ndoshta ti nuk e kupton dot të sepse nuk e Kunat. Unë do pranoja çdo lloj Kunati mjafton të kisha motër.
Do të shkosh në depë, do të rreqësh adalat dhe korteron. Po. Ha, se desharova. Bëj gati këto të lutem, se do të vi një shoku im ti marr. Mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Fola me të vllanë telefon. Përse? Mos na bëni shaka me zarar. Për artikullin. Po? Mos dëgjosh një fjalë të dhimbitër se për një herë s'ma dhon. Je një çik alarmant. Çfarë zmadoj? E di ti çdo me thënë të shkruash një artikull kritik. Unë jam gjysmën e Tiranës, e di sa peshon një dhe tjetri. E di se kujt do t'i bësh artikull, kujt jo. Mirë, mos më nxe. Jo se më duk sikur nuk i pëlqyen fjalët e mia në telefon. Me mua nuk kap se të zëmërohet. Që kur u vdiq babai ti, di sa më kujdesur unë. E di. E para? Ky është kunati Nerit, farmacist. Ka influencë tek Neri. Po motra ku i punon? Aktore. Aktore? Po këtë e njeh? Jo. Ky është shoku i ngushtë i tij me Blani. Gazetar është? Në një zyrë punojnë dhe një lloj mendojnë. Dhe rekomandimin për në parti ky ja ka dhënë. Ja edhe shoku Gjorgji, njeri i mirë, parimor, dikur gazetar i zoti, sot sekretari kolegjiumit. Do më thënë të ky nuk mund të afrohemi. Rëndësi ka që Neri të mos e shkruaj. Po vajti artikullin dorën e tij bet problem. Po paguaj unë. Gjuna që nuk erdhe ti për reportazh. Kot më shpëtoj. Pastaj çfarë s'mund të presësh nga njerëz që duan të bëjnë bujë? Ata arrin deri aty sa të kërcënojnë. Vërtet? Po si, përngjell dona që donte vet ka kërcënuar një nga përgjegjësit e mi. Unë e kuptoj që një gazetar duhet bëjë të pamundur në përngjell vërtetën. Po jo deri aty sa të kërcënoj tjetrën. Apo e kam gabim? Jo, askush nuk të lejon të kërcënoj. Pra ai ka kërcënuar. Si e ka kërcënuar? S'më kuptove. Mbase se ka kërcënuar drejt për drejt. E ka të trembol. Se do t'i bëj një fejton me që ka gjetur në një shok duke pirë. Pse ju gazetarët kur takoni në një shok nuk pini? Pim. Kështu edhe përgjegjësi shkret. Si e ka emrin përgjegjësi? Andrea. Si kur shkosh të takosh vetë? Jam i sigurt se do të bindesh. Jo, Astrid. Unë nuk dua të ndihmosh me që jemi shok. Po kështu është e vërtetë. Vi me gjithë qef, por nuk duhet. Pse? Më mirë të vi përgjegjësi në redaksi dhe të ankohet për Neritani. Pastaj unë kam ç'bëj. Lihet të bjerë një herë, 2 herë, po, po 3 herë, po dale pra tani. Lihet të bjerë dhe një herë tjetër, më kuptoni, zyrtari nuk nxitohet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Neri. Gjë se është e bukur. Varianti është që ne jemi tepër të mbytur në punë. Së fundi vendos ta ngrej receptorin, po gjithmonë sikur po grindet me dikë në zyrë. Jo, është tepër urgjente dhe ju lutem shumë mos më shqetësoni më. Pse më shok? Alo? Jo se kam e juve. Po tani sigurisht. Kemi një mbledhje tepër të rëndësishme. Dhe më fal. Po? Po kush jeni ju? Kush është? Jo, kujtimi jam. Jo, asje. Po bëni një shaka me shokët. Dakor, mos keni baraket e mon. Kush ishte më? Shoku Gjorgji. Të kërkon në zyrë. Mbaje. Pardia erdhi tek unë përgjegjësi sektorit 2. Andrea sikur i thon. Dhe u ankua se ti e ke kërcënuar. Cilin kam kërcënuar? Përgjegjësin e sektorit 2. Po kam mbjell 2 herë.
Nuk ka mundësi. Çfarë nuk ka mundësi? Po mirë, pse nuk më thirrët edhe mua? Ishe me shërbim. Unë kur shkova në fermë nuk kisha qëllim të kritikoja, por të bëja një reportazh. Po, këtë e di. Por ama nuk mund të shkruaj një reportazh kur shifrat e dhëna ishin fiktive. Këto shifra, ky Andrea i zbuloi? Jo, unë kam biseduar me disa njerëz. Ky është nga ata që u përpoq ta mohonte. Pastaj pranoi dhe ja hodhi fajin drejtorit. Po sikura i vërtet këtë qeni pirë, siç më tha. Dhe kush e di ç'mendoi kur mori vesh se ti je gazetar. Mbas edhe u tremb. Ndoshta po, përse të thotë që e kam kërcënuar? Unë dua të besoj plotësisht. Megjithatë, ti duhet shkosh edhe një herë atje në fermë për ta sqaruar këtë punë. Ti e di, nuk i falet kjo gjë një gazetari. Merr me vetë edhe me Vlanin. Mirë. E shtype artikullin tim? Akoma jo. Pse? Më solli Astriti një shkrim të tij. Unë i thash se isha duke shtypur artikullin tëm, por ai më tha që nuk i di do të votohet apo jo. Kush nuk do të votohet? Artikulli yt. Me çtë drejti ka thënë shpresës që të mos e shtyp artikullin tim? I thash se shkrimi yt nuk dihet nëse do të votohet apo jo. Kush ta tha këtë? Kështu dëgjova. Mos e merr me fjalë Astrid. Nëse gjërat janë ashtu si thua ti, le të votohet shkrimi. Pse si janë gjërat? Unë di që ajo është një nga fermat më të mira. Edhe? Edhe të gjithë flasin mirë për të. Para ca kohe, televizioni dha një emision. E pash. Reportazh pozitiv. Sigurisht. Ti e shkruajtë tekstin? Kur më thanë se kishe kërcënuar një njeri për ta detyruar të thoshte çfarë doje ti, nuk e besova. Kolektivi i ndërmarrjes son, në udhëheqjen e organizatës bazë, detyrat që i caktoi vetes në fillim të këtij viti i plotësoi. Madje në shumë tregues dhe i tejkaloi. Kjo u arrit nga mobilizimi i punonjësve tanë dhe në sajt e një organizimi gjithnjë më shkencor. Po aparatin e ke me vete? Jo, pse? Sepse të gjithë gazetarët që kanë shkruar për drejtorin e nxjerrin në fotografi. Bile vjet fotografinë e tij e shpërndan në të gjithë sektorët. Natyrisht që këto janë suksese. Megjithatë vend për vetëkënaqësi nuk ka. Thonë se do ta marr ministria. Ty të vjen keq po të ikën drejtorin? Gjina. Se e kishte marrë dorë mirë kësaj pune. Është mësuar të lavdërohet. Prandaj si vjen mirë ta kritikojnë tani. Ky është artikulli. Kur do shkosh në fermë? Nesër. Vetëm kujdes mos u rrëmbë. Se mund të ngatrohesh aty. Në të përpiqem. Dale, ke shkelur njëri në kallën kështu? Da shkel. Kujdes se mund ta paguash. Si do ta paguaj? Po, në forma të ndryshme. Ja për shembull, pse shkrova një artikull kritik kundër atyre që përdorin motorin e shtetit për punë personale? Më thyen xhamat e shtëpisë. Mos të ka ngatruar me ndonjë arbitër futbolli, ha? Ashtu është. Vetëm se inati tifozit nuk mban gjatë. Një javë. Ndërsa neve nuk dihet se kur dhe ku ja dëgjojmë këmbanat. Megjithatë ti vazhdon të shkruash artikuj kritik, ha? Tani kam marrë masa. Si? Kam bler xhama rezervë. Lira. Më falni, nuk ju pash. E vura re që s'më pap, prandaj u thirrë. Po nxiton? Ja. E mbarot praktikën? Po e mbaruam. Këtu në Tirana dhe në Dimë shesin akullore.
Ti të pëlqen akulloret? Nga e diti? Në fakultet gjithmonë blija akulloret. Rije me një vajzë atëherë dhe dukesh e i lumtur. Pse thua dukesh e i lumtur? Sepse kur erdhi pranvera ti nuk rije më me atë vajzë. Po ti më pas ke parë vetëm opshën? Jo. Po atëherë si mban mend gjithë këtë? Unë bëj mend atë, ai ishte simpatike. Po të mos ishte simpatike, do t'i kishe vënë re gjitha këto? Ndoshta ja. Qenë ke vajzë çiltër. Një vajzë ndjen të domosdoshme që për një çast ti të çiltër me dikë. Po kjo nuk do të thotë se është vazhdimisht e tillë. Po sot kush të shtyn që ti je çiltër me mua? Ti. Pse? Sepse kur pap çiftin me akullore, më dukej vetmuar. Tamam si atëherë kur nuk rije me atë vajzë. Edhe ty të erdhi keq për mua? Keq, ndofta nuk ishte keqardhje. Më falni se më duhet shkoj leksion. Ndoshta kur të ndjej veten të vetmuar do vi të takoj. Eja, po të rojt mos e ndish veten vetmuar. Çfarë ke kështu? Po bëhet rreth një javë që më duket sikur nuk të kam njohur kurrë. Ne duhet të harrojmë çfarë kemi qenë këto 2 vite. Çfarë? Nuk mund të jemi si më parë, kur nuk njiheshim bashkë. A e kupton se çfarë flet? Ti asnjëherë nuk e bërë shaka të tilla. Unë edhe tani nuk po bëj shaka. Kur isha me pushime u fejëhva. Si ka mundësi që e thua kaq thjesht? Nuk të vjen zor? Pastaj ti ke kohë që e kthyer nga pushimet. Pse nuk ma the që në fillim? Neri, ti e di që nëna ka ditur diçka për ty, edhe nuk ka dashur. Pastaj është e smur. Vetëm mua më ka. Ti do të më kuptosh më mirë, Neri. E përse duhet të kuptojnë më mirë? Sepse ti më ke dashur që ditën e parë. Po ti? Vjolca. O, sa më trëmbe. Neri, si jetë ke qenë motra, mirje? Mirë, si ke qenë ti? Mirë. Tani që erdha unë po ikën ti? Nxitoj. Rrit ham darkë bashkë. Jo, nuk munden se kemi prova. Po ke kopa ardhur. Ne gjithmonë e kemi ngrënë darkën bashkë. Ti më prisi edhe kur vonohesha. E mbake mend, ha? Si nuk e mbaj mend bilen ka marr malli. Edhe mua më ka marr malli, po sonte nuk mund të ri, do të vi ndonjëherë tjetër. Mama, po ikën Vjolca. Erdha. Çoja çuna. Po që desha, mama? Duan diçka nga gjyshja. Faleminderit, mama. Natën e mirë, Neri. Natën e mirë. Kujdes se mos të ngatorosh prapë. Mirë jeni? Mirë. Mirë dite. Urdhëroni. Drita, mos lejo të njëri brenda se kemi mbledhje. Nuk
Më ka kërcënuar njëri deri më sot siç më keni kërcënuar ju. Ky donte që unë të thosha se kemi mbjell grur me sipërfaqe më të madhe se sa kemi deklaruar, ose do të më nxirrte për keq në gazetë. Sigur unë kisha pirë. Atë ditë jo vetëm që nuk ishit pirë, por ishit më esëll se sa tani. E çdo thuash me këtë? Që atë ditë the të vërtetën, por që sot nuk po guxon ta thuash. Pse nuk guxon sot? Ndoshta ka frikë nga ju. Më falni, po ju jeni gazetar. Dhe e dini që një drejtor nuk është gogol për të trembur njerëzit. Ashtu është shoku drejtor. Unë nuk kam frikë. Atë që thash atje e them prap këtu. Ne mbollëm 2 herë sepse pati përmbytje në disa parcela. Jo se pati përmbytje. Ti mbolle 2 herë se të urdhëroi drejtori, kështu më the. Mua më urdhëroi drejtori? Po. S'është e vërtetë. Për të nxjerrë të vërtetën, duhen njerëz me dinjitet, jo si ti. Nuk të lejoj të fyesh njerëzit. Mos e rëmben, Neri. Të mohosh një fakt, si është përmbytja. E ti bësh shantazh përgjegjësit e një sektori nuk është e ndershme. Shoku drejtor. Nuk ka nevojë. Apo jo, shoku? Me vlan. Me vlan. Kishe dje? Jo. Edhe për mua e qartë është. Ndizeni. Jo, faleminderit, nuk e di. As vet nuk e kam pirë. E mësova kur më transferuan nga Gjirokastra këtu. Nuk e merrni me mend se sa e vështirë është puna në bujqësi. Megjithëse jeni gazetar. E vështirë është. Unë ç'ka është ti? Ditën e mirë. Unë vetë jam për drejtësinë dhe pa anësinë. Për pa e tepruar. Prandaj mendoj ta mbyllim me kaq këtë çështje. Ndërsa unë mendoj të kundërtën. Neritani ka biseduar me shumë njerëz. Ata këtu janë. I thresim dhe i pyesim. Domethënë dhe ju mendoni si shoku Neritan. Për mua gazetari nuk duhet jetë hetues. Nga e nxirrni këtë? Nga mënyra si po veproni ju. Unë kam marrë ulsaroj këtë problem. Dhe kjo ka të bëjë me dinjitet në gazetarit dhe me punën tuaj këtu. Po mos u fshini pas punës son. Ndoshta ju jeni shok dhe kërkoni ta mbroni njëri tjetrin. Shok jemi, por unë nuk kam marrë si shoku Neritanit këtu. Por si përfaqësues i gazetës. Gazeta ka bërë gabim që ju ka dërguar ju. Ne do të botojmë artikullin. Ju vërtetoni të kundërt. Atëherë gjithë përgjegjësia do të bërë me ne. Ditën e mirë. Më falni, kanë ardhur 2 shok nga Durrësi. Presu. Mirdita. Mirdita, 1 minutë erdha. Ju lutem mos harroni udhëzimet e përdorimit. I keni brenda edhe në gjuhë tuaj. Shoku Elin ju lexon. Nuk ka rëndësi. Di vajza anglisht dhe frëngjisht. Shumë mirë. Ditën e mirë. Ditën e mirë, të fala. Faleminderit. Si u bë gjyqja? Besoj më mirë. Nuk keni ardhur më. Gjyqja vdiq. Ashtu? Po. Më falni, nuk e di. Mushëllime. Faleminderit. Po ta kisha marrë vesh. Nuk e gjet, Tirana është rritur shumë, kështu që kam një zakon, nuk i lexoj dot lajmërimet e vdekjeve. Se si më duket. Megjithatë, nuk ja fal dot këtë Neritanit. Ai duhet më kishte thënë. do të ketë harruar. Ne gazetarët harrojmë shumë. Pastaj ai ka patur atë telashin këtë ditë. Çfarë telashe? Me artikullin për drejtorin e fermës. Nuk ju ka thënë gjë? Jo. Di që po shkrua një artikull kritik, por që ti kënë telashe s'më ka thënë gjë. Nuk është një gjë e madhe. Drejtori i fermës ngul këmbë që nuk është e vërtetë. Neri thotë që është e vërtetë. Pastaj? Neri do ta botojë artikullin duke mbajtur vetë përgjegjësinë. Mos po e tepron. Jo, pse e tepron? Mirë, po doli ashtu si thot Neri. Po sikur doli ashtu si thot drejtori. Gazetari i vërtet është ai që militon. Edhe mua ashtu do të m'pëlqente, por mos ju vi keq. Edhe gjithmonë me shpatën dorë nuk duhet. Guximi i Nerit është i arsyeshëm. Pastaj pa guxim, nuk shkruan dot një artikull kritik. Pavarësisht se ata që kritikon nuk ta harrojnë apo. Po. U shqetësohet më duket. Më vjen keq. Ju po flisni me mua si shoku i Nerit. Se mund të ndihmoj. Një termometër doja. Faleminderit. Mirupafshim. Alo? Gazeta? Po. Neritani ndesha. Po nuk është këtu.
Dëgjoj, merreni pak më vonë se tani ka dalë, a? Miro pafsh. A tani 1 minutë se erdhi. Të kërkojmë. Falë urdhëro. Neritani? Po, unë jam. Do më thënë, ti e i Neritani famshëm, a? Unë jam e Neritani për pa i famshëm. Në moshën tënde të gjitha e përfitrojnë veten të famshëm. Edhe unë kështu e mendoja veten dikur. Tani më vjen të qesh kur e kujtoj. Me sa duket ke dashur të shtiresh ndryshe nga qi. More, akoma nuk po më njeh. Dimitri jam, Dimitri. Të quajta të famshëm se kështu të thrasin tani të gjithë. Dëgjoj këtu. Në qoftë se këta njerëz si ky drejtori që do të kritikosh ti, duan të futen thellë më thellë në gabime. U le të futen. Unë mbet gjë ti. Ka të tjerë që merren me të. Po mbetet ti mësosh ata. Një nga arsyet që unë mbet njeriu është se nuk parashikon. Përse do ta shkruash artikullin duke mbajtur përgjegjësinë vet? Sepse jam i bindur. E rëndësi kanë miqt, nuk kanë bindjet. Unë nuk isha vetëm në fermë, isha me Mevlanin, dëgjon? Mevlani ti bën përmbiri koshet, se autori i artikullit je ti, dhe ty nuk do të harrojmë për të rjetër. Nuk e kuptoj pse shqetësohesh kaq shumë. Shqetësohem se motrën tënde e kam grua, prandaj. Kaq shumë je tremur nga një drejtor që po kritikojnë? Po ai ta nxjerrin natin atje ku sa merr mendje more. Mirdita. Si e Neri? Megjithëse e bër gazetari një orë, përsëri ke mbetur ai që ke qenë, i ndrojtur. Kurse ti e martuar. Pse e ke haruar? Që je martuar? Po. Si mund të harroj kur nuk e harron dot ti? Unë duaj të harrojmë të dy për një çast. Nuk të kuptoj. Mos më keq kuptoni. Unë jam e sigurt se sikur të lutesha për diçka, si dikur atëherë kur ne ishim student, ti do të më plotësoje dëshirën. Nuk e di. Nuk më mban mari. E përse të mbaj mari? Me të vërtet nuk më mban mari. Marena pse ke ardhur? Dua të lutem për diçka. Veç se Neri mos më pyet për gjë. Mirë. Por nuk do desha që ti të shfrytëzosh ndjenjën time të dikush. Do të përpiqem. Ti ke shkruar një artikull kritik. Kush ta tha? Unë të luta të mos më pyesësh. Nuk e kuptoj ç'lidhje ke ti me artikullin tim. Sikur ta them do të tërheqësh? Dëgjoj Mariana. Sikur për të gjithë artikujt që kam shkruar deri më sot, të më lutesh që të mos i botoja. Unë nuk do të kisha botuar as edhe një. Sot po të lutem unë. Ti nuk duhet vije, Mariana. Përse flet kështu? Sepse më duket sikur nuk e ardhur vetë. Por sikur të ka shtyr dikush të vishte unë. Nuk më ka shtyr asnjëri. Miropafshi. Ditën e mirë. Përse kishte ardhur? Të më lutë që të mos e botoj artikullin. Nuk të tha pse? Jo. Po ti nuk kuptove gjë? Asgjë. Nuk e prisje që dhe Mariana të ndrynte. Pse nuk e prisje? Sepse ajo është me huaj se të gjithë.
Drejtori i fermës është i shoqë. Nuk ka mundësi. Çfarë nuk ka mundësi? Që Mariana tjetë shoqja e drejtorit të fermës. Je i sigurt për këtë? Po. Kush ta tha? Astriti. Çka ndërmend bësh me artikullin? Me vlam se më pyet. Mos do dhe ti që të i dorën? E pra, më thuaj, çfarë duhet bëj? Apo do më këshillosh që të shkruaj reportazhe, ose çfarë do tjetër, dhe vetëm artikull kritik jo. Nëse ky është dhe mendimi yt, më thuaj dhe unë jam gati të shkruaj ashtu siç dëshiron dhe ti. Dëgjon Eli. Je shqetësuar. Edhe vetë se kupton se sa shqetësuar je. Pa e pimi kafe. Hajde. Kam pirë kafe dhe nuk dua të pi më sot. Ku shkon? Të tërheqë artikullin. Ai nuk ka nevojë që të botohet. Pse? Po çfarë do bëj tjetër? A mund të dal kundër të gjithëve që po bëjnë të pamundurën që unë të hesh, të mbyll gojën? Po t'ishe ti në vendin tim çfarë do bëje? Drejtori është i Zotit të vërtetoj të kundërt. Dimitri nuk e zë gjumi. Mariana vjen më kujton dashurinë, po edhe unë njeria me vlen. Nuk duhet të bëhem armik me të gjithë. Alo. Dimitri ti? Ha? Të mora që t'qetësohesh. Përse? Për artikullin, do të tërheq. Alo, alo, Neri, Neri. Alo. Alo. Lirën deshe. Është aty? Jo, ka shkuar në seminar. Kush jeni ju? Një shok i saj jam, Nerita. Alo? Nerita në shtëpi është? Po, këtu është. E desha pak. 1 minutë. Neri, të kërkoj në telefon. Kush është? Një gocë, për nuk më tha emrin. Alo, kush jeni? Lira jam. Pse morën telefon? Kot. Që ke i mërzitur? Jo. Po ti dukesh nga zëri. Po lexoja një roman. A pse dhe tani trishtosh nga romanet? Po lexoja Ushtarin e mirë zhvek. Gënjen. Po, të gënjen. Kur ndava nga Mariana, dhe mora vesh që drejtori i burrit saj, nuk dija se është vërtet. Desha të bisedoja me ti. Ti më duket se akoma e do Mariana. E kam dashur. Se kur më tha se u fejova, them të drejtë nuk e besoj. Ajo akoma nuk e besoj. Tani më duket sikur historinë time ma tregon diku tjetër. Edhe unë nuk e besoj. Çuditshëm nuk e di se më akoma fjona. E di që këtë pyetje do ta vendijë, s'ka më foto ta pi. Po këneri do thonë, nuk e dinte që drejtori i Bellës është kurrë më nënës. Por nuk e kam ditë. Ose që ti e më sinqert. Nuk do. Mos ishte që një rehat marrë.
Jo, desh të thoj. Jo nuk e në ditë? Deri se jam shumë të jetë. Për në thëmë të Mariana? 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 Nuk më dëgjove. Kisha dëshirë të më kërkoje. Ai bukuroshi gazetës e mbylli gojën më në fund. Kush? Ai gazetës. Një njeri që kërkon të shkatërroj një shtëpi, një familje, që nuk respekton një shok apo edhe një të njohur. Ai pati paturpsinë dhe erdhi me shokun e vet deri në ferm. Të më bënin presion. Gazeta do ta botoj artikullin, përgjegjësia do të bjerë mbi ne. Mirë, po nuk u mbajti. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Artikulli ka përpirë të tërin dhe i harove fare shok, apo harove që kemi qenë shok? Nuk e kam harruar Astrid. Që bëre me artikullin e mbarove? Jo. Them të mos e tërzi. Pse? Drejtori është njëri i fortë. Po më thëmbon, e? Po ti lëre drejtorin edhe bëj artikullin pa emër, në përgjithësi. Rëndësi ka problemi që ndre. Ky është mendimi yt? Po. Për fat keq mendimi yt në këtë çast përputhet me mendimin tim. Unë do të thosha për fat mirë. Pse? Një artikull i përgjithshëm pa emra, por që ngre një problem të rëndësishëm siç është fiktiviteti një lloj e bën punën. Po më zën kështu? Unë po të këshilloj si shok. Për të shpëtuar drejtorin apo jo? Drejtorin ka kush e shpëton. Unë duhet të shpëtoj ty. Nga kush? E di neri se ne kemi mbaruar për ju letërsi. Edhe sot mund mos ishim këtu në gazetë. Po mësues fshati. Ja që këtë nuk e dija. Dje isha me shefin e seksionit të arsimit. Edhe më qante hallin se i duheshin ja 2 arsimtar për fshatin. Dhe mos njeftinoj një më tha. Jeshtë. Jeshtë se për ndryshe mund bëj në i skandal. Do të pendohesh. Ç'kishte Astridi? U zum. Ke filluar të bëhesh nevrik? Më kërcenojt me plan. Më këshilloj që të shkruaj një artikull pa emra, se për ndryshe mund të përfundoj mësues fshati. Ta hajt drejqi. Ka që vështirë që nga të kritikosh? Dha që let nuk është. Që të bëhet një shkrim i përgjithshëm i propozuar edhe kryeredaktorit. Dhe i pranoj? Sigurisht që ja. Një njeri komprometon politikën e partisë, e ne duhet ta ruajmë se pas ka punuar mirë dikur. Të lutem, çoja pak agronit. Unë? E më ti, nga gjithë këta vetëm ti mund të bëhesh kamarier. Mirë, mama, mirë. Më pëlqen, mama. Të pëlqen, ë? Faleminderit shumë për përgjegjësinë e re. Ka përse? Po kafen ti, mama. Po ti ke thënë se e pi me zëvendës ministra? Po, okej, të drejtë. Ah, tani bën 3 kafe se erdhën 2 prej tyre.
Pandora na bëjnë dy kafe. I kemi të porositura nga kujtimi. Për ne sa mandaj po. Po ti sigur e pi kafe vetëm me ministra apo jo? Ashtu është po nga rëndësia që keni në redaksi ju jeni në rang zëvendës ministra. Tani dale uluni ju lutem shumë se shërbej vetën. E po mirë, hajde. Hajde marrë tani. Mama. Të keqen. Gjana. O semër. O shpirtë. Mos më vete shpagjë. Ju bëft mirë. Faleminderit. I morë turës shërbime. Po, i morë. Besoj deri të në mbaroni, se do bëjmë mbledhjen e organizatës. Besoj. Do shqyrtohet edhe kërkesa jote, Neri. E di, më tha me vlen. Bëhet mirë, shef. Neri? Me faleminderit. Po, me pak. Në rregull. Ja dhe ti me pak me vlan? Po mua, mesme pra? Po, në rregull të mesmen. Sa mirë më parmon në kujtim. Një lloj në dërbar, po. Urime kujtim për detyrën e re. Faleminderit. Ai me inusa atë. Mama po ku është shkreta. Si do bëjmë me artikullin tënd? I bëre plotësimet? Jo. Neri, duket i bërë për gjama rezervë. Kur të kthehem nga shërbimi do t'u sjell. E po mirë. Po su takuam, rrugë të mbarë. Faleminderit. Mirupafshim. Mirëmëngjes. Mirë të. Jepte merte me Nestorin, kush ishte? Krushko i ti, Skënder Bushi. Ku punon? Është specialisht bujësie në komitet ekzekutiv. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ku humbe sot gjithë ditë? Në punë. Ashtu? U mbyllë muaj letërsisë. Ai hoqi dorën më në fund. Sipas mendimit tim ne tepruam pak në besimin që kishim se ai do të hiqte dorë. Po pse çka ndër mund të bëj? E vendosi. Nestor gëzua. O, gëzuar. Edhe 100 vjet djali. Faleminderit, faleminderit. Çfarë vendosi? Të botoj artikullin. Sot e kapa dhe e kujtova. As që dua ta dëgjoj. Ai më stresnoi hove. Unë kisha besim tek ti. Është shumë kokfort, nuk dëgjon njëri. Edhe gruaja juaj bisedoi me ta. Kush? Nestor, po ikin mysafirët. Erdha. Po gjë pse kaq shpejt? Vajti vonë, arqim tani në dasmë. Faleminderit. Natën e mirë, O, Lumi. Mirupafshim. Po ju pse kaq shpejt? Vini për vit të ri. Faleminderit. Edhe ti Skënder. Natën e mirë, faleminderit. Oh, faleminderit shumë faleminderit. Po ti? Po dal edhe unë. Prit. Natën e mirë. Natën e mirë. Ke vajtur në redaksi të gazetës? Po. Për çfarë? Takova në Ritanin. Te di që unë ata e kam pasur shok klase. Nuk më intereson kjo gjë. Unë i fola për ty. I kërkova që ai të mos e botoj artikullin. S'kam kërkuar ndonjëherë një gjë të tillë. Unë kështu e mendova. Nuk duhet të kishe takuar!
Unë nuk jam xheloz. Po kjo që ke bërë më thyen. Ai mendon se do t'i lutemi. Nestor, përse të mos flasim sinqerisht sonte bashkë? Për çfarë? Për gjithçka. Ti e di që unë gjithçka nuk e kam bërë për vete. E di, por nuk ta kam kërkuar një gjë të tillë. Në heshtet ka pëlqyer që unë të eci për para. Nuk ka pëlqyer, por pas një çastu nuk kam qenë e qetë. Ky shqetësim ka qenë për mua apo për diçka tjetër? Vetëm për ty. Unë asgjë nuk kam marrë për vete. Dhe shtetit nuk i kam vjedhur gjë. Atë që më ka dhënë toka e kam dhënë. Am kupton? Nuk kam vjedhur. Aq i gruar sa kërkohet nuk e prodhova dot. Çfarë të bëja, thoja jam i pazoti? T'ja linja vendin një tjetër. Përse ta bëja këtë? Po më thuaj përse? Kam punuar. Kam harxuar energji si të tjerët që kanë ecur më shumë se sa unë sot. Pa unë përse të mos eci si ata? Kam krijuar një opinion të mirë. Një perspektivë për vete dhe për fëmijët e mi. Na del një njeri dhe na i përmbys të gjitha na i përmbys. Kur të fola për herë të parë si kisha vepruar, ti heshte. Të kujtohet si heshte. Unë ndjeva se ti ishe me mua. Atëherë nuk i kuptoja gjërat si tani. Gënjen. Janë disa gjëra që njeriu nuk i kupton menjëherë. Si kur artikullin ta kishte shkruar dikush tjetër, do sillesh kështu? Po çfarë rëndësi ka kush e shkruan artikullin? Jo, ka rëndësi. Po të botohet artikulli me mua ka punë shteti. E di. Prandaj dhe unë takova Neritanin. Dhe ti u lutë atij. Tani jam penduar që e kam takuar. Përse? Sepse ai është gazetar. Ti mendon se ai do ta botojë artikullin vetëm se është gazetar? E çfarë mund të mendoj tjetër? Një njeri që dje ka dashur një vajzë, dhe sot është bërë gruaja ime, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Tu më shiko mua! Ai do ta kmerat! Si jeni ju gazetarët? Shkruani për të gjithë, kurse për ju shkruan njeri. Po çfarë të bëjmë, të shkruajmë për vete? Sikur nuk shkruan apo jo? Atë po them edhe unë. Njeriu nuk mund të shkruaj dot për veten e tij. A ka shkruar ndonjë gazetar për ju? Jo, jo. Atëherë pse i do? I dua se janë njerëz të mirë. Dhe është dot gazetar po si njeri mirë. Zbesh, prandaj dua. Po sikur shkruaj unë për anien tuaj. Po nuk i thash këto fjalë që të shkruani për ne. Neri, kur u kthejmë nga shërbimi? Mbrëm. Si e ka do vandej? Shumë mirë. E ke parë me Vlanin? Jo, se kam parë. Do rrish? Jo, se kam punë. Ordera. Mere. Më vjen keq për Nerin. Pse? Lere tani. Mos do t'i them njeri unë. Dikush ka dërguar një letër anonime për të. Për çfarë? Pse me kësh nga Trur, ku ka qenë student? Si. O e zeza. Inshallah s'është ndonjë për të keqse, të dërgosh letër anonime. Mirëmëngjes. Erdhe? Mirje? Mirë. Më bëjnë çaj me limon. Se ç'ke? Je ftohur më duket. Nuk e di se s'kam një kollë prandaj. E zeza, i ka dimri këto bish.
Mama? Po të keqen. Sa bën dëmi? Sa duash. Vërteta? Miru pafshim. Na. Pa, shumë të thuaj ti. Na, shejta. Që pas ke qene, moj mama. Na, dëgjo. Si është ajo shoku yt? Kush po i neri? Imu, si që kam dëgjuar për të. Asi e pse? Qenje ti jasme zdigje. Ti gjithmonë atë ditë me tëri. Po të betohem që nuk digje. Çka bëra ju kur ka qenë student? Ka studiuar. Vetëm ka studiuar? E po tani edhe ka shpituar ndonjë çekse. Po të kishte shpletuar, nuk i bënin letra anonime. Kush ta tha ty këtë kje? Shtë duhet ty që no? Mama? E shpirte. Po edhe mua moj? Ka sekrete puna, s'ke që i bën. I këta shi se më kërkon qajnë me limon me vlani? Me gjithë se gazetari ri, shkrimet e ti janë vlerësuar gjithmonë nga kolegjumi. Prandaj, për gjitha këto cilësi, edhe unë i propozoj organizatës bazë që Neri Tanin ta pranoj kandidat partije. Tjetër kush e do fjallën? Edhe unë jam dakord me të gjitha se u thanë këtu. Por duhet të sqaroj diçka. A është e vërtet që në gazet ka ardhur një letër anonime për shokun e Ritan? Mund t'i përgjigjem unë. Po si? Ashtu është. Në redaksi ka ardhur një letër anonime për Neri Tanin. Atëherë unë mendoj që organizata duhet të sqarohet. Po për çfarë duhet sqarohet? Më vjen shumë keq që bën këtë pyetje. Edhe mua më vjen keq për ty që e ngritë sot. Është e drejtë e ti. E di, po unë nuk i besoj asaj letre. Unë nuk di se që ngre letra. Unë di vetëm që ka ardhur. Letra ngre një problem delikat. Neri Tani, kur ka qenë student, ka dashur një vajzë. Me qenë se ajo e ka refuzuar dashurinë e tij dhe është martuar me një tjetër, sipas letrës anonime tani, Neri Tani kërkon ta hakmerret ndaj saj duke shkruar një artikull kritik për të shoqin, i cili sot është drejtor ferme. Nuk është e vërtet. Çfarë nuk është e vërtet? Që artikullin e kam shkruar për të hakmarrur. Më falni shoku sekretar. Çështja që ngre letra anonime nuk është aq e thjeshtë sa e bën Neri Tani. Shoku Neri Tanin. Kur u niset për në ferme, dini që drejtori sa ishte i shoqi? Jo. E çuditshme. Të kesh dashur një vajzë dhe të mos dish me kë është martuar ajo? Më falni, por këtë nuk mund ta besoj. Ashtu siç nuk dua të besoj që ke dashur të shfrytëzosh gazetën për t'u hakmarrur. Po çfarë beson ti? Le t'u sqaroj Neri atë që dua të besoj unë. Mund të sqaroj diçka? Po. Nuk është e thënë që të kesh dashur një vajzë dhe të dish patjetër se me kë është martuar ajo. Mund të ketë shumë arsye. Në rastin konkret, Mariana u martua Ngjero Kastër, me një ekonomist. Ndërsa që i shoqi i saj tani është drejtori i fermës, unë këtë e mësova nga Astriti atë ditë që ajo erdhi në redaksi. Të thash ty, po Neri Tani me siguri e dinte. Jo, nuk e dinte. Unë e thash. Më duket se po zgjedhojmë foljen e tij. Me leje, urdhër. Më fal me plan, po ty kush ta tha? Si kush më tha? Astriti pra. Aha, Astriti. Ç'do të thuash me këtë? Jo desha them të gjë, se sipas saj logjike që po del këtu, vetëm ti e dini se ajo grua që erdhi këtu në redaksi ishte shoqja e drejtorit. Shoku kujtim është dalluar gjithmonë për shakat e tij, por sot nuk është vendi. Dëgjoj ti Astrid. Unë e di se kur dhe ku bëhet shakaja, kështu që nuk është. Po ti çfarë ke që bën me dorë kështu? Mendimin tim po them. E kisha fjalën për Tonin. Aha. Mos u rrëmbeu kujtim, lera Astritin të flas. E drejtë, më falni. Tani na duhet e vërteta. Dhe Neri Tani është i detyruar të flas. Unë mund të them vetëm këtë. Problemi që ngrej në artikull është një problem i rëndësishëm që e kritikon shteti sot. Kam bindjen që letra anonime është një presion për t'u larguar problemit. Nga diskutimet doli e qartë se letra anonime është tendencioze. Megjithatë, problemi i shifrave fiktive duhet sqaruar deri në fund, duke kërkuar edhe ndihmën e organizatës bazë të partisë në fermë.
Në qoftë se zbulohet e vërtetën, artikulli botohet. Në qoftë se nuk zbulohet, atëherë i shpëton. Ama shpëton si një frikacel. Si njëri që mund të arrijë të bëjë çdo gjë, vetëm për të shpëtuar lëkurën. Më mirë mos flasim më për të. U falë se përsite. Unë duhet që ti të qetësohesh dhe të harosh këtë histori. Nuk është kaq e thjeshtë. Ata mund të futen edhe me tisnesh. Nuk do ta vitesha sikur dikush të thoshte që të mos shoqërohesh me mua. Mua do të më pëlqente kjo gjë. Pse? Ndoshta nga që duhet provoj veten. Teta. Nestor! Shoku Nestor! Eja. Eja se do të prezantoj me i gazetar. Si e, mirë? Apo njiheni? Me mua mbaruat besej. Tani për restorin keni çfarë të shkruani. Apo jo, Nestor? Ne jemi të vegjël përpara teje. Ne mund të ishim takuar dhe më parë në një mbledhje apo konferencë, por nuk njiheshim. Mundet. Do kisha dëshirë të njihesha në rrethana të tjera me ty. Veç se nuk do të doja të ishit gazetar. Ua kam frikën gazetarëve. Një kolegun tim e shkarkuan nga detyra. U bë shkak një gazetar. Bile nuk ishte gazetar, stazhier. Se si e kishte emrin. Ja kam harruar. Nuk e kam lexuar në gazetë emrin e tij. Megjithëse unë ja harroj shpesh emrat. Ja ty ta kam harruar për shembull. Nuk të vjen keq të ras gazetar. Megjithëse s'ka pse të vi keq i gazetari apo jo. Si thua ti? Derisa punon në gazetë. Po mund punosh në një gazetë dhe të mos jesh gazetar. S'të kuptoj, si nuk je gazetar kur punon në gazetë. Ashtu si mund mos jesh drejtor. Pavarësisht se drejton një fermë, edhe në bordero firmosi i tillë. Ju pashi po bisedonit. Oh, rastësisht. Djali mënshur, fatkeqësi që ngulkëm kaq tepër. Të kërkova më nam. Më tha Mariana. Kanë dalë të lashe të reja. Çfarë? Nesër gazeta do dërgojë njerëzit e saj në fermë. Përse? Për të verifikuar dhe një problemi në vend. Ka disa ditë që mendojmë se si mund dilja nga kjo gjendje po të ndodheshe në vendin tuaj. Çfarë parashikon? Ajo dihet, Nestor. Nëse zbulohet e vërteta, atëherë artikulli botohet dhe ti dënohesh për shifra fiktive që ke raportuar në qeveri. Shkojmë. Alo, Neri jam. U kthye me Vlani nga mbledhja e kolegjumit? Jo, nuk është kthyer. Po ti mos u shqetëso. Shqetësohem se e ka pasur kohë për t'i mbuluar gjërat. Dëgjoj, Greta. Sa të vi me Vlani e thuaj që të më marrë në telefon. Mirë. Shumë cigare ke pirë. Të bëjnë keq. Sonte vjetë të provë nderi imnën. E di marë birë, po cigarja nuk nimon. Vërtet nuk ndihmon. Pse më shikon ashtu? Më kujtua kur të dolën thinjet e para nën. Unë kam qenë i vogël. Por ama kam qenë
Fëmijë urtë nuk kanë cirë të lashe. Jo, Marbir. Por nëna është nënë. Shumë gjëra mund të ndryshojnë në jetë. Vetëm një gjë nuk ndryshon. Çfarë? Meraku i nënës. Alo, Greta. Erdhe me Vlani? Jo, akoma. Dëgjoj. Sa do vonë që të kthehet, i thuaj që të më marrë në telefon. Mirë? I them